Do kthehemi në fillim, do kthehemi shumë vite në fillimet fare. Që ti e ke nisë realisht me muzikën atë kohë, me grupin ta që ke pas atëherë. Po, me një grup nga qyteti i Lezhës. Na fol pak për ato fillimet. Pastaj do dalim këto gjëra të tjera që janë shumë interesante. Okej, në fakt për ta ndërtuar pjesën e artit, e kemi ndërtuar në qytetin e Lezhës, e kemi themeluar atje edhe qëndron emri i grupit në bibliotekën e qytetit të Lezhës, dhe unë i përshëndes të gjithë lezhjanët edhe pjesëtarët e grupit, edhe kemi marrë pjesë në 2004 në festivalin e verës në Durrës. Dhe jemi shpërblyer me çmimin e publikut. Emri i grupit ka qenë Blue Fantasy, të cilin e kemi marrë nga artisti i madh Erion Zaloshnja dhe Shpëtim Saraçi. Nuk i harroj. Edhe i falenderoj. Që atëherë i përpikt ke muzika me kompozitor, me emra specifik, me njerëz të mëdhej që bëjnë punë të mirë. Po, sepse në 2005 në fakt ishim konkurrent me Luizellin. Ashtu e? Por na rëmbevi çmimin dikush tjetër. As Luizi nuk e mori aty në fakt. As Luizi, as grupi jon, se ne u certifikuam me çmimin Best Performance. Ndërsa Luizi s'besoj që mori çmimin, jo, sepse mori çmimin e tretë ai. Të parin e mori, mos gaboj, edhe e përshëndes, ndoshta edhe mund ta njihni Sajmir Daja. Nga Lezhë. Sajme, përshëndetje valla. Një i Lezhës, si po. Bash artiste. Pas asaj situate, pastaj normal se grupi u shpërbë për shkak sepse u martuan, edhe unë martova, por ato e kishin të pamundur, ndoshta edhe frika e martesës, ndoshta se gruan e quajnë edhe ministre e brendshme. Jo, përveç asaj se ajo e bën ligjin, po. Shiko, është diçka. Ne kemi gjuhën e përbashkët edhe të komunikimit. Muzika don kohë që ti të fillosh të marrësh të ardhura mirë, domethënë që ti thosh ti bësh krah familjes. Ndoshta kjo është pak frikë për një pjesë të mirë të artistëve. Sepse po krijove familje në atë moment që ti je në rrugë sipër. Nëse do bëhesh artist, nuk duhet të mendosh se do fitosh lek. Mi, dakord e mon, te kjo pjesë dakord e, po duhet t'japësh, po edhe duhet punosh. Të bësh se kush je. Edhe duhet punosh. Normal. Tash atë rrogën o ta çosh në shtëpi, o ta bësh i këngë se për klip s'dele. Kështu që me këto vështirësi kanë pas shumë artista faktikisht. Në kjo llogaritësi ka qenë koha atëherë dhe vështirësitë që kanë qenë për të futur në treg. Sepse sot është shumë e thjeshtë, sot është TikTok, rrjetet sociale, YouTube-i. Sot bësh artist brenda 24 orëve. Në atë kohë që diçen televizor ishte gjë e madhe. Është e vërtetë. Diçen radio ishte gjë e madhe. Domethënë, gjërat kanë qenë shumë. Top Albania kena qenë. Ka qenë piku, kulmi i zhurmës. Është e vërtetë. Në 2019 kemi qenë te Top Albania, kemi qenë te Radio Albania, mos gaboj. Kemi marrë pjesë pastaj në shumë qytete të vendit me grupin. Por pas një kohë të caktuar, pas 6 viteve u shpërbëm si grup, ato, sot unë i përshëndes ato çunat edhe atë gocën që kemi pas pjesë të grupit, Blue Fantasy, unë sikur i mbjetova, por me sforca, duke shtrydh gurin. Po gurin nxjerr long? Jo, asnjëherë. Po gurin ngelet. Se edhe se futi çik nuk e nxjerr kështu po gurin ngelet. As nuk piko fare. Mi ke pas si binerva hekri ke pasa plak. Po si të qoftë ti e ke degzu pak situatën tate, edhe eksperienca jote në fushën e artit është e gjithanshme, nuk është vetëm pjesë të muzikës. Unë isha vullnet në fakt që një ditë pas shumë sakrificave ose peripecinave që mund ketë jeta, se sot është vështirë të dalësh dhe në rrugë, qoftë edhe për një muhabet të vogël, se të thotë jeti pse në pe, por unë mirëmbajta veten edhe thash që duhet shikoj gjithmonë përpara. Jo, ke bo mirë, paretem që je optimista. E mira gjithë. Po i ma,